Seanca e kësaj të premte për çështjen e kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia u mbyll pa një vendim, duke shtyrë vendimarrjen për në 12 dhjetor. Në këtë seancë, para gjyqtares Levadedja përfundoi mbrojtja e ish-deputetes socialiste Klotilda Bushka, e cila nuk ishte e pranishme, po përmes avokatit të saj kërkoi pushimin e çështjes me arsyetimin se fakti i pretenduar nuk përbën vepër penale. Në rast se kjo kërkesë nuk pranohet, mbrojtja kërkoi gjykim të shkurtuar dhe mos kompetencë në gjykatën e posaçme për krime të rënda, pasi Bushka nuk është më deputete. Ajo akuzohet nga SPAK se ka ndërhyrë për të penguar hetimet duke intimiduar dëshmitarët. Në seancë u paraqit vetëm biznesmeni Elman Abule, i cili ka kërkuar pushimin e çështjes ose gjykim të shkurtuar, ndërsa mbrojtja përfundoi gjithashtu për 2 shoqëritë, Byla dhe Eventus. SPAK-u përfaqësua nga prokurorët Altin Dumani dhe Olsi Dado, të cilët kërkojnë ndërgimin e çështjes për gjykim. Ndërkohë Velia i ka deklaruar se nuk është njohur me aktet e çështjes, pasi ka marrë vetëm një USB me dokumente, të cilët nuk mund ta lexojë pasi nuk ka laptop në qeli. SPAK thekson se aktet janë dorëzuar dhe çdo ndërveprim tjetër mes pandeurit dhe mbrojtjes i takon marrëdhënies së tyre. Në seancën e ardhshme pritet të shpalosin argumentet e mbrojtjes së kryebashkiakut Erion Velia, bashkëshortes së tij Ajola Xoxa dhe 2 biznesmenëve Ngetian Sula dhe Shkëlqim Fusha. Velia i ndodhet në paraburgim që nga shkurti i këtij viti dhe akuzohet për pastrim parash, mos deklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre dhe futjen e sendeve të ndaluara në qeli. Ai ka mohuar akuzat dhe ka quajtur procesin të pabazuar në prova.